Gazetarja Enki Braça ishte e ftuara e radhës në Live from Tirana, ku ka folur më shumë për lajmet e fundit që kanë bërë bujë në botën e showbizit. Ajo është ndalur edhe te kënga e re e ish finalistës së Big Brother VIP 4, Egli Tako, ku është treguar shumë e sinqert në opinionin e saj, pa u përpjekur fare të ruajë raportet. Tani ajo po tregohet e zgjuar, që më në fund me këtë histori ajo po fiton, se boll humbi. Ajo është depresive sepse është një mesazh i qartë për Gjestin. Këtë e dim të gjithë. Dhe sot tek kësaj dite ajo vazhdon dhe i thot: "Unë nuk të fal." Nëse e dëgjojmë tekstin dhe pastaj thot se zemra më sjell te ti. Kjo nuk ndodh në realitet. Nëse unë të urrej, tha gazetarja. E pyetur nuk mendon se e nxituar pak me termin depresive, Enki u përgjigj: "Jo, absolutisht. Jemi bërë tani me këtë bullizmin, depresionin, kemi frikë të themi mendimin ton. Në këtë kohë që gjithë njerëzit kanë probleme mendore. Depresive është një person që shikon vetëm zi dhe unë mendoj se shikon vetëm zi, sepse është një vajzë që mori gjithë atë famë nga Big Brother, atë famë po e përdor për para. Bravo në fund të ditës, por mund ta përdorte shumë më mirë dhe mund ta tregonte larg hijes së Gjestit. Nuk mendoj se ajo duhet të vazhdoj karrierën e saj muzikore, të flas vetëm për ishat në këtë jetë. Mua nuk më pëlqeu, mu duk depresive."